Shoqënia unë shoqëni, familja unë familje, mirë kom bo, mirë kom gjetë, mirë kom galu. 4.000, 3.800 atë ku e kom pasa rrugën. Ja 10.000, valla, po që aty, si sot e kanë standardin të 5.000, shi 4.800, 5.000. 5.000 nuk të kanë metën as 500.000 shparit. Shqiptarë që i kishin gabojnë. E cili është gabimi që s'ja fol vetës, deri më tash? Kena mujt me bon diçka ma shumë me si kena imagjinu se në të mirë. S'kemi ditë me imagjinu, s'kemi ditë, me thonë me qelë firme atë ku s'kena ditë. Jetën ma nërejsh, veç kur e di që dali knashen me nëgjes shnësh, më spori, do të rash, kam shoqnit mirë, familja mirë. Pas ka shoqnit mirë, andi cudët. E pse po thunë kretë interes janë bu? Qysh? Se po thunë jënë bu interes? Qyre, këtu janë, për menim temin, nuk ka sen që nuk ka loj me mu lidhë me interes, edhe buk me hongër, për veti ki interes me hongë, se je unë du. Nuk do me thonë ajo. Por nuk më do këtë mua ashtu që thuaj një me interes, shoqënia unë shoqëni, familja unë familje dhe në regullon, ti tash qyshi prinë sejnë dhe shkujnë. A ke pas rast ku i ke bu mirë në shoqëni dikujt edhe s'tu ka kthy njëjtë? Jo, nuk më ka ndodhë. E zhgënjyne e? Ja, vallaj jo. Mirë ke bu, mirë ke gjenë? Mirë kom bu, mirë kom gjetë, mirë kom galu. Vallaj rollën qëto. Për me? Ja, nuk kom bërë ashtu. Nashta që je djena dhe ma mirë se je gazetore je. A vën të regën kurbeta e kuner? Po 32 vjetë. A e ke lëshu? Ena, ne. Sok ne sa ne? Po, në Zvicër jam. Sa për në atje sok të? Po ma shumë rribelisht tash për moment kënej. Po, krejt me shtatë ranë. Ata mërë me një më këthy krejt, përfundimisht. Po. Kur? Po unë e veç e kum lonë, veçena. Pse e lanë? Atëm njerë që shë jeta në Zvicër. Jeta unë në Zvicër e mirë, ai që punon shumë, po unë problemi që stres ka pak. Po ka. Ka stres, me fëmijë vogël janë në shkollë, janë punë, se për një familje që nuk punojnë burrë e grua nuk mund me qitë në skejtë do të shpenzimet e familjes. Nuk kanë mundësi kërqysh, që 32 vjetë jam. Problema që s'punojnë burrë dhe gruaja. Sa arret që ti me nxirr në fund të muajit, edhe a dilshin çato? Po, ato vite kur kom shkuar në 89-ën, janë kom pogat më të vogla, banesat janë kom më të vogla. Do të thëtën me 4.000, 3.800 atë ku e kom pasa rrugën. Tana ka shku të rritë, normale. Po të 10.000 të pasë? Ja 10.000, valla, po që aty, si sot e kanë standardin të 5.000, shi 4.800, 5.000. A dolin? Sot me atë që ty në fund të mujtë me kërë i bëjsh ato shpenzimet e tua? Vallohi. 5.000 euro. 5.000 euro nuk të kanë metën as 500.000 shparit. Sa që ishe për Kosovë, se këta presin që shta? Po. Sa që ishe për kënej? Që ishe që atu shka meqin. Që atje ma vështirë është ta? Ma vështirë, no pak. Qëre, mu që më karo si gazetare, po më thujnë që kredia nuk i lanë mu këthy edhe i keshin shefat shqiptarë. Pse? Jo, kjo për kredia nuk konë që ashtu se kredia nuk konë që s'le mu këthy se ti sën e pagu së këto që po kjo fa që shpithur i bambaro se qka unë, edhe atje ti kufizoserit i nalë vetaj, te i talon burgjën e vetë. Njo, so për ato heqë, se të kush ka thonë. E për shqiptarë që i keshin gabojnë, se unë kur kom shku në të atë nomë nuk kom ditë sen në gjuhë. As ka cinës, as ka ronë për që shetu në kosme, sa shqitush, heq. Më ka morë një kushene, mastina të shku të punu, su ka më konë qëtu në Suarek. E ta ashti, fëminja mu kanë rritë atje, janë shkollum. Kanë në restorant vetin, ata ta ashti nuk mujnë me konë në gjendje teme, qësh nuk kom ditë unë u ka lindë atje, u rritë atje, a i desenet ma mirë, nuk ba me thonë që o shqiptar ti shkon punën të aty, po e ki reglat qysh o Zvicroni. Se nuk mund ti me punu, për mësë, aj nuk mund me punu që nuk përgjigje ty. Shepat shqiptarët që nuk i qëqin rrugat, ti pas ke punu dhe vetë, a me një shep Po punu dhe mata, valloj nuk o qashtë. Ka shtë rrugën me ku? Po pasha zotin, valloj, po. Sot apo i ke urë në atë ditën, që shka në të? Me e këna aposin me urë. Pak, që pedin, po, pak. E cili është gabimi që s'ja fol vetës, deri më tash? Gabimi që s'ja foli vetit, është që kena mujt me bon diçka ma shumë me si kena imagjinu se në të mirë. Qka ke desh me bu, se sa rrite me bu me në gurbet? Po e më kom dhe, e na kona si familje mu, dhe të na unë kom maj mu dhe i kom mojt pak ma shumë. Tash me thonë aty një duket pak jo me thët po livduhet, po qashtu konaliteti. Edhe s'kemi dit me imagjinu, s'kemi dit, me thonë me qelë firme atë ku s'kena dit, gjunë s'ke dit. Me qelë një lokal, alo ma heq, të na që aty kanë shku se në damë. S'ja foli vetit. Ti u biznisën ta. S'ja fol vetës? Ja, s'ja foli. Mësë lëshë rrë pak a nejtë. A? Mësë lëshë po thëmë rrë pak. Po, shkoja, ne, që ashtu.
Faleminderit për juve. Ketë 19 vjeti. Ketë jemi shumë. familjar, krejtë që mirë, ku të hinsh në për kafe, të përshëndesin, respekt maksimal është, sidomos ka qenë kas, nuk njihet si interes ndaj njëri tjetrit. Na jetojna në gurbet dhe kemi menduar tashti me investue në komunë tonë. Për çka njihet Kaçaniku? Kaçaniku ne njohim për shumë gjëra të mira. Hajde, na thuaj disa. Një më e mira është që ketë 19 vjeti. Ketë jemi shumë. familjar, krejtë që mirë, po nuk ka diçka që për lamje në mes veti, ku të hinsh në për kafe, të përshëndesin, rri me shoqëri, me shumë respekt maksimal është, sidomos ka qenë kas, ka qkuj, i një, si jemi familjar. Po, Kush vjen pas Kaçanikut? Cili qytet? qa me thanë bre, se cilë e ka historinë e vetë. Sipas teje. Po na tash e kemi edhe Ferizajnë, se na lidhi familja, Shkupit, se këtë familjarët i kemi në Shkup. Po martesat e këto, me Ferizaj, me Kaçanik, edhe honi keni Lezit, edhe Shkupi. E sa mendon që ka ndryshu koha? Si ka qenë atër si është tash? Ma mira ma keq? Po qa me thonë, nuk jam bashkë i vjetë, që me thonë ndryshime ka. Po mirë është ashti, s'është që është keq diçka, po mirë është. A e shëndru këtë në interesat? Nuk e besoj. Sebeb që interesi e prish shoqërien. Po nuk ka fort interes, Kaçaniki nuk njihet si interes ndaj njëri tjetrit. Po, respekti është ndaj njëri tjetrit, jo interesi. Më thonë jeni dora për dorë. Kaçaniku njihet për ata. Më trego pak cili është momenti ma i bukur një që e ke pas. Shiqo, ne unë jam e vllazën, ne jetojna në gurbet, kjo është që 25 vjetë në Kanada, unë jam që një 10 vjetë në Kanada. Ta është ti, këtu kum jetu, këtu kum punue, po një E pse shkollët e kash largë në Kanada? E morron. Valla i tregoj realitetin. bashkë. Ti përfundimisht a vesh më? Jo, kemi... Mendomi, tash Mendojmë kemi se- investu këto dhe kanë me të desh më këtë. E, si është Kanadaja? Sa atje është shumë Ti mirë. e para vllojat Jo, jam. unë jam më A i ju madh. jeni më i madh? 6 vjet Kanada, kanë. okej. Sa është e vështirë që është Kanadaja, pse çdo të kash Shiqo, larg? Shiqo, Krejt në Gjermani të në Kanada. unë jam inxhinier i pellëtarisë dhe kam punu në Ministri për Bujqësi e Pellëtari, në Ferizaj dhe në Prishtinë. Kam jetue një jetë realitet mesëm, jo të lartë, mirë po jo i varfër. Kontributi më i madh ka qenë i vllaut që më kanë ndihmuar, se na jena konë djekt krejt si Kaçanik. Po me investime kada kemi arrit diçka dhe kemi menduar tashti me investue në komunë tonë, biri ki vllau jem ka investu do villa atje në Shtraz, është bukur mirë investimi madh, se janë ne shumë villa atje, po mendojmë hala me investue, kemi investu do në arrat atje në katon ku kena në fshatin tonë, atje në fshatin nga Stagos atje, po mendojmë me investu hala ma shumë, për një jetë më të mirë, për fëmijët e tonë, që të ardhmen mu kthy nga këtu me jetu. Ne dojna. Ta mundin imi adol që Po si shumë jo? po ankohen që është trajt e te sa. Shiqo. Edhe të Në vitë puna i qoftë- konkret. Po që ata mendoj se unë kur i kam marrë fëmijët e mi, i kam qu atje, i kam thonë, o, pse i qova? Po, perspektiva ka qenë më e madhe atje se këtu.